Në një ceremoni festive në praninë e personaliteteve, zyrtarëve të shumtë dhe diplomatëve të akredituar në Tiranë, Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka kremtuar 249 vjetorin e pavarësisë. E ngarkuara me punën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Nancy Van Horn, tha se amerikanët nderojnë 4 korrikun e 1776-s, ditën e nënshkrimit të Deklaratës së Pavarësisë. Sipas diplomates amerikane, në këtë ditë kremtohet edhe 250 vjetori themelimit të ushtrisë dhe marinës amerikane. As President Trump said while celebrating this milestone a few weeks ago, siç tha presidenti Trump gjatë festimit të këtij guri kilometrik në Washington disa javë më parë, në atë ditë liria mori mburojën e saj dhe pavarësia mori shpatën e saj. Ata patriotë të ushtrisë së parë në revolucionin amerikan luftuan kundër një armiku të frikshëm dhe mundësive të pafavorshme, por ishin të armatosur me një kauzë të drejtë. Gjatë 2 shekujve e gjysmë të fundit, udhëheqësia amerikane ka shtruar rrugën për një botë më të lirë, më paqësore dhe më të begatë, por nuk mund ta bëjmë këtë të vetëm. Tashmë udhëheqësit tanë janë duke u kthyer në shtëpi nga samiti i NATO-s, ku aleatët u zotuan të investojnë 5% të PBB-s të tyre çdo vit për kërkesat bazë të mbrojtjes. Diplomatja e Shteteve të Bashkuara u ndal tek rëndësia që ka për Washingtonin bashkëpunimi me aleatët, ndërsa theksoi se fal sakrificave të shumë amerikanëve dhe aleatëve në vite, sot mund të jetojmë në liri. it's thanks to the sacrifice of so many Americans and allies that we can gather here tonight. Fal sakrificës së kaq shumë amerikanëve dhe aleatëve mund të mblidhemi sonte për të festuar liritë tona. Ne mund të rrisim fëmijët tanë të sigurt për një të ardhme ku ata do të gëzojnë ato të drejta të patjetërsueshme, të përjetësuara në Deklaratën e Pavarësisë, nënshkruar 249 vjet më parë, jeta, liria dhe kërkimi i lumturisë. Gjatë ceremonisë festive për pavarësinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përshëndeti dhe shefi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Shqipërisë, General Arben Kingji. Dua të shpreh njohjen më të sinqertë për mbështetjen e jashtëzakonshme që SBA ka dhënë për Shqipërinë, sidomos në momentet më të rëndësishme të historisë sonë të re, në rrugën e antarësimit në NATO, në proceset e transformimit demokratik dhe modernizimit të institucioneve tona të sigurisë dhe mbrojtjes. Partneriteti i fortë Shqipëri-SBA ka njohur vetëm progresin e dimensioneve të reja, nga nxitja e bashkëpunimit ekonomik dhe diplomatik në Ballkanin Perëndimor, te thedhimi i bashkëpunimit në mbrojtje, luftën kundër terrorizmit dhe mbështetjen e palëkundur për sigurinë dhe pavarësinë e Kosovës.